Një nga elementet më të rëndësishëm apo më kuriozitar të shtetit të Vatikanit, i cili është shteti me sipërfaqen më të vogël, me popullatën më të vogël dhe shtrihet brenda një shteti tjetër, është ai i të paturit policinë, sigurinë. Nga elementet më të rëndësishme është që për sigurinë e Papës apo të shtetit të Vatikanit kujdeset garda zviceriane. Të gjithë ata që bën pjesë e kësaj garde janë burra katolik, zvicerian, të cilët duhet jenë të pamartuar, janë në mbetimin e papatit dhe janë ata që merren dhe janë një nga gardat më të vjetra apo një nga trupat më të vjetër të botës. Ata janë pjesë e kujdesit të këtij shtetit prej viteve 1500, ku edhe e kanë marrë këtë rol. Gjithashtu Vatikani ka sigurinë e tij të xhandarmerisë, të cilët merren me kontrollin e turmave që vizitojnë këtë vend. Po ashtu, Vatikani ka sistemin e kamerave dhe të gjithave policive për të patur për kujdesen, sepse është një nga vendet i cili ruhet mos shumti në botë.